Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 8 mars i vitit 2026. Sot është dita e 9 e luftës ndërmjet Amerikës dhe Izraelit dhe Iranit. Këtë video po e bëj për të analizuar pak a shumë se si po shkon lufta, apo më saktë progresin e luftës, dhe për të arritur që të kuptuar se si po shkon kjo luftë dhe kush do ta ftojë këtë luftë. Tani, për ju që shikoni mediat shtetërore në Shqipëri, në Kosovë, në Gjermani e tjerë, ajo që ju shikoni nëpër media, besoj se është propagandë zioniste e cila tregon ndoshta se si Izraeli dhe Amerikanët po e fitojnë luftën. Tani çfarë po ndodh është që kur nisi kjo luftë 8 ditë më herët me vrasjen e Imam Ali Khameneit, Irani me Izraelin dhe Amerikën janë në një luftë totale. Kjo luftë ka parë aleancën zioniste që të bombardoj Iranin. Ju keni parë se si nëpërmjet sulmeve masive Izraeli dhe Amerikanët kanë arritur të vrasin krerët e Republikës Islamike të Iranit, të shkatrojnë shumë raket hedhës iranian, të zhysin shumë luftanie iraniane dhe të kaktojnë dëme masive ndaj Republikës Islamike të Iranit. Që në ditën e parë të fillimit të kësaj lufte, Aleanca Zioniste e nisi duke vrarë 170 vajza të papajshme iraniane, të cilat u vranë ndërsa ishin në shkollë. Edhe kuptohet që vrasja e këtyre vajzave nuk bëri asnjë zë që të qajë në perëndim, por në të kundërt, perëndimi hipokrit, i cili flet për të drejtat e grave iraniane, ku nga Shqipëria deri në Toronto ne kemi rrospije të paguara nga zionistët ndërkombëtar që dalin nëpër televizion, protestojnë për gratë iraniane e tjerë, por kur këto gra edhe vajza të vogla iraniane i vrasin amerikanët dhe izraelitët, nuk është problem, biles kemi politikan amerikan, sikur ky që po shikoni këtu, që thonë më mirë që i vram ato vajza se sa të jetonin me burka. Pra, çfarë kemi është që perëndimi, apo më saktë perandoria zioniste amerikane, vret vajzat vogla, sikur këto që ne shohim këtu në video, i vret ato në shkollë, edhe askush nuk qan për ato. Pra, çfarë tregon kjo? Kjo tregon që gjithë propaganda që është bërë deri më sot, ku është treguar sikur perëndimi i do iranianët, sikur perëndimi qan për gratë dhe vajzat e Iranit, apo për lirinë dhe demokracinë e iranianëve, duket që e gjitha ka qenë një hipokrizi. Ky këtu është varri i këtyre vajzave iraniane, të cilët janë vrarë nga avionët amerikanë dhe izraelit. Pra, çfarë tregojnë kjo që po ndodh sot në Iran, është që amerikanët në Iran nuk po shkojnë për të mbrojtur protestuesit, nuk po shkojnë për të drejtat e njeriut, por po shkojnë thjesht që ti zhdukin
iranianët, ta shkatrojnë Iranin dhe ta detyrojnë Iranin që të bëhet sikur vendet e tjera arabe, të cilat janë nënshtruar të gjitha zionizmit. Tani, pjesë e kësaj propagande të ligë që po bëhet kundër Iranit, kjo propagandë vjen edhe me sulmet masive, me vrasjet masive të iranianëve që po bën aleanca zioniste. Ky është lajmi më i fundit ku tregohet se si amerikanët kanë filluar që edhe izraelitët kanë filluar që në Teheran të godasin edhe depozitat e miellit. Pra, qëllimi është që t'i thyen iranianët, ta shkatrojnë Iranin, ta kthejnë Iranin në kohën e gurit, në mënyrë që t'i detyrojnë iranianët që të dorëzohen përpara Izraelit. Në këto momente që ne po flasim, i gjithë Irani, por në veçanti qytetet e mëdha, po përballen me terrorizmin e perandorisë zioniste, ku zionistët po bombardojnë dhe po djegin çdo gjë që mundin. Këto pamje apokaliptike janë nga Teherani, mbrëm apo dje, kur amerikanët kanë dhe izraelitët kanë bombarduar depozitat e naftës dhe një rafineri nafte në Teheran, dhe sigur e shikoni, Teherani po bombardohet dhe po shkatrohet, ashtu sikur u shkatrua Sirte, Libia, Bagdadi, Mosuli dhe qytetet të tjera në historinë e zionizmit dhe luftës së zionizmit kundër islamit. Atë që zionistët kanë bërë në këto 3 dekada e gjysmë kundër Irakut, kundër Afganistanit, kundër Siris, kundër Libis, ne po i shohim që të bëhen edhe këtu. Këtu janë pamjet e bombardimeve që izraelitët bën ndaj një shkolle në fillim të konfliktit përpara 7 ditësh, ku vran 170 vajza të vogla. Perandoria zioniste amerikane nuk ka mëshirë për muslimanët. Jo vetëm muslimanët, por ata nuk kanë mëshirë edhe për amerikanët, nuk kanë mëshirë edhe për njerëzimin. Qëllimi i tyre është triumfi i Izraelit, është himi i Izraelit në fuqi botërore, dhe kjo do bëhet duke masakruar njerëzimin. Deri ditën e djeshme kemi patur 1300 iranian të vrarë, e këta 1300, 30% ishin fëmijë, 200 ishin gra. Tu tregohen video se si avionet izraelit vrasin fëmijët nëpër shkolla. Ky është një nga stadiumet kryesore të Iranit, Azadi Sport Complex, si me qenë stadiumi Qemal Stafa që kemi në Tiranë apo Air Albania, edhe këtë ku njerëzit shkojnë edhe luajnë futboll, edhe këtë izraelitët e kanë bombarduar. Po bombardojnë spitale, shkolla, institucione, ambiente publike, banesa të njerëzve, tjerë. Këto varre masive që shikoni janë varret që po ndërtohen, që janë hapur për të varrosur vajzat e vogla që vrau regjimi i Benjamin Netanyahu. Tani, ndërsa Izraeli me amerikanët po e kthejnë Iranin në epokën e gurit, dhe po përsërisim pak a shumë atë që amerikanët bën me Dresdenin, apo atë që sovjetët bën me Berlinin dhe me Gjermanin, po kemi të njëjtat strategjira që po përdoren nga perandoria zioniste amerikane. Ata po vrasin
pa mëshirë iranianë, po djegin, po shkatrojnë, dje kanë bombarduar dhe shkatruar edhe një impiant të filtrimit të ujit në ishullin Keshm të Iranit, ku kanë lënë me mira njerëz pa ujë të pishëm. Tani, pse i bën Izraeli të gjitha këto gjëra? Të gjitha këto gjëra i bën që ti detyroj iranianët që të kapitulojnë përpara perandorisë zioniste amerikane dhe të bëjë edhe atë që njihet ndryshe si regime change apo ndryshim regjimi. Por në anën tjetër edhe Irani, sigur ju mund ta keni parë në lajme përgjigje, ky është një bombardim që ka ndodhur dje në Sulejmania, në një nga qytetet kryesore të kurdëve, pasi Izraeli me amerikanët po përgatisin grupe terroriste kurde për të sulmuar Iranin nëpërmjet tokës. Irani po vazhdon bombardimet e tija kundër Izraelit. Kjo është një video që është transmetuar dje live, nëse s'jam gabim, nga NBC Newsi, ku përtej censurës që ka Izraeli, ata e kapën këtë moment ku një raket iraniane godet Tel Avivin. Irani, përveç se po godet Tel Avivin, po godet bazat amerikane në gjitha vendet kukulla arabe. Ky është pamje nga bombardimi i një prej bazave amerikane në Arabinë Saudite. Tu kemi një dron iranian i cili godet një ndërtesë ku strehohen ushtarakët amerikanë në Manama të Bahreinit. Këtu kemi sërish Iranin që godet me raketa portin e Haifës në Izrael. Këtu kemi një dron iranian i cili godet një nga institucionet publike kuvajtiane. Këtu kemi impaktin e goditjes së një rakete iraniane në Tel Aviv dhe mund ta shikoni vetë shkatrimin që ka bërë kjo raket. Dhe përveç kundër goditjes që Irani po bën ndaj Izraelit dhe perandorisë zioniste, ne po kemi edhe të vrarët e parë amerikanë të cilët po vdesin për Izraelin. Këto janë pamje nga pimi në QBA, dje, i 6 ushtarëve amerikanë, Major Jeffrey O'Brien, kapiten Cody Cork, Nicole Amor, Robert Marzan, Noah Higgins and Declan Codey. Këto pamje janë nga ceremonia që u bë dje, kur ushtarët amerikanë të vrarë në Kuwait nga Irani kanë vdekur jo për vendin e tyre, jo për Amerikën, por për perandorin zioniste. Tani, shifrat, këto janë të ditës së djeshme, deri më tani të luftës, është amerikanët kanë shpenzuar deri në këto momente rreth 8 miliard dollar për të luftuar kundër Iranit për të mbrojtur Izraelin. Dje, qeveria amerikane deklaroi që do t'i dhuronte Izraelit nuk e di se sa milion dollar në armatime. Dhe kjo luftë, sigur mund ta shohim nga shifrat, amerikanët në një ditë luftë që bëjnë kundër Iranit harxojnë 1 miliard dollar. Ky 1 miliard dollarësh që amerikanët shpenzojnë për ditë, i shtohet borxhit për 27 trilion dollarësh që amerikanët kanë botës,
Dhe duhet të kujtojmë këtu që nga viti 2001, kur Amerikanët nisën luftën e dytë kundër Irakut dhe luftën e parë kundër Afganistanit, e deri me ardhjen e Trumpit në pushtet, Perandoria Amerikane hyri në një borxh prej 8 trilion dollarësh. Pra janë taksa paguesit amerikan, ata që paguajnë për Benjamin Netanyahun, për zionizmin, për iden e çmendur të Izraelit biblik, i cili kërkon patjetër zhdukjen e Islamit dhe Armagedon kundër muslimanëve. Në krah të Iranit, në këto momente që ne po flasim, është bashkangjitur edhe Hizbullahi, i cili prej 3 ditësh i është bashkuar luftës, dhe Hizbullahi vazhdon të bombardoj Izraelin non-stop, ndërsa në anën tjetër Izraeli bombardon Beirutin dhe gjithë Libanin, dhe lufta sigur mund të shihet është një luftë apokaliptike. Nacionalistët amerikanë, që nga Candace Owens, to Tucker Carlson, to Alex Jones, të gjithë janë turbuar me këtë që Benjamin Netanyahu i bëri Donald Trumpit. Presidenti Donald Trump, kur u zgjodh dhe kur themeloi lëvizjen e Magës, ai u zgjodh me premtimin e No More Wars, apo nuk do bëjmë më luftra. Nga që Amerika miq është shkatruar për ata njerëz që janë amerikan, apo që kanë jetuar në Amerikë, apo në Kanada si puna ime, e din varfërinë që vuan populli amerikan, kanadez dhe kështu me radhë. Këto vendet e aleancës amerikano-zioniste janë shkatruar. Popujt e tyre janë në varfëri, njerëzit mezi mbarojnë muajin me ato pak lek që kanë, dhe ka shumë njerëz që nuk kanë bukë të hanë apo kënë rrugën. Megjithatë, Benjamin Netanyahu, ashtu sikur ai dhe lobi izraelit detyruan më herët Bushin plak, Clintonin, Bushin e dytë, presidentin Obama, Bidenin e të tjerë që të hynë në luftra pafund për Izraelin dhe të shkatërrojnë të gjithë botën muslimane, ata kanë arritur që edhe Trumpin ta shantazhojnë dhe ta detyrojnë që të hyjë në luftë për hir të Izraelit. Ka shumë nacionalistë amerikanë të cilët thonë hapur që Izraeli është vetë shteti i Antikrishtit. Sigur mund shikoni në këtë video, kemi pastor amerikan, kemi politikan amerikan, të cilët thonë Izraeli është Antikrishti dhe Amerika duhet të largohet nga ky vend terrorist dhe i rrezikshëm. Tani, kjo luftë që po bëhet kundër Iranit, po ka efektin e saj, të cilin do t'ua shpjegoj në moment, por ky efekt mund të shikohet në çmimin e naftës, në çmimin e kriptokarantive, në bursa, ku kemi bursat perëndimore dhe këto të avdis që nga Nasdaqu to S&P e të tjerë që po shkojnë në pikjat, po bien, do kemi shumë shpejt rënien masive të bankave, dhe arsyet e kësaj rënje unë do t'i shpjegoj tani në moment, dhe do t'ju shpjegoj juve edhe kush është filozofia e Iranit për të luftuar kundër perandorisë zioniste amerikane. Tani duhet kuptojmë diçka, që edhe pse në këto momente që ne flasim, amerikanët po përdorin armë të shkatrimit në mas kundër Iranit, po
po vrasin njerëz në mas dhe po detyrohen që të shantazhojnë qeverinë iraniane dhe ta detyrojnë atë që të dorëzohet pa kushte, duhet ta dimë që humbje në këtë rast nuk po ka vetëm Irani, por humbje po ka edhe Perëndimi e para. E dyta duhet të kuptojmë edhe diçka që kur flasim për historinë e luftrave, nuk do të thotë gjithmonë që pala që ka më shumë të vdekur, që do të jetë me do e mos pala që e humbet luftën. Ktu më lëni që ty sjell shembullin e Bashkimit Sovjetik, ku gjatë luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik pati humbje në njerëz më të mëdha se sa të gjitha vendet e tjera që u përfshin në luftë. Bashkimi Sovjetik pati 27 milion të vdekur, ndërsa Gjermania pati 5.3 milion të vdekur. Por edhe pse Bashkimi Sovjetik pati 5% e vdekjeve të Gjermanisë, në fund fare luftën e fitoi Bashkimi Sovjetik. Tani, kush është strategjia e Iranit dhe a mund ta fitojë Irani luftën me zionizmin? Sikur tregova në videot më herët, dhe këtu mund ta shikoni edhe në këtë hartë, këtu kemi hartën e Iranit, këtu kemi hartën e vendeve arabe, Irakut, Jordanisë, Arabisë Saudite, Katarit, Emirateve Bashkuar Arabe, Bahreinit, Omanit e të tjerë, dhe këtu kemi edhe Izraelin. Dhe sikur e shikoni në këtë hartë, Irani po përballet me agresion të cilit i vjen nga deti, por i vjen edhe nga Izraeli dhe nga vendet arabe. Të numrat që shikoni këtu në hartë janë bazat që kanë amerikanët në vendet arabe. Në Jordani kemi Muafaka South Air Base, në Irak kemi Al-Assad Air Base, në Kuwait kemi 3 baza amerikane, në Arabinë Saudite kemi Eskan Village Air Base, në Bahrein kemi Khalifa bin Salman Port edhe Sheikh Isa Air Base, në Katar kemi Al Udeid Air Base, në Emiratet Arabe kemi Al Dhafra Air Base, Jebel Ali Port, Fujairah Naval Base, dhe në Oman amerikanët kanë 6 baza, Musnah Air Base, Muscat International Airport, Rafo Masira, Al Dukum Port, Rafo Thumrait edhe Salaha Port. Tani, këto baza ushtarake që amerikanët kanë ndërtuar në botën arabe apo në lindjen e mesme, janë ndërtuar prej shumë dekadash, dhe shumica e tyre u ndërtuan pas rënies së Bashkimit Sovjetik, dhe qëllimi i këtyre bazave që amerikanët ndërtuan, për ata që mbajnë mend historinë, në kohën e Osama bin Ladenit, Bin Ladeni edhe i shpalli tradhtarët e Islamit familjen saudite, kur sauditët pranuan që të hapin baza amerikane në vendin e tyre. Tani këto baza amerikane pse janë ndërtuar? Këto janë ndërtuar për të ruajtur Izraelin. Për të ruajtur Izraelin numër 1 dhe e dyta për të mbajtur në pushtet diktatorët arab dhe për të siguruar që në vendet arabe nuk do të ketë asnjëherë revolucion, nuk do të ketë demokraci, dhe nëse një qeveri do vinë në pushtet që do dojë që të shtirojë Palestinën dhe të luftojë për Islamin. Këto baza amerikane duhet të jenë aty që t'i zhdukin këto lëvizje islamiste. Dhe ne kemi parë që nga lufta kundër terrorizmit, lufta kundër Saddam Huseinit, lufta kundër Muammar Gaddafit, se si këto baza janë pak a shumë ai fronti i perandorisë zioniste izraelite. Këto baza janë pak a shumë dora e zgjatur
e Izraelit zionist dhe biblik. Tani, Irani, sikur e shikoni miq, në frontin e tij perëndimor, përballet me gjitha këto baza amerikane. Përveç kësaj, ne kemi baza amerikane edhe këtu kemi në detin arab, kemi flotilla amerikane në detin arab, kemi aeroplan mbajtëse dhe flotilla në detin e Kush, edhe në Oqeanin Indian, që është këtu poshtë. Dhe sulmet që vinë kundër Iranit në këto momente, vinë nga deti, vinë edhe nga bazat amerikane që ju shikoni këtu në hartë, dhe kuptohet edhe nga Izraeli, por edhe nga Qipro. Pra, Irani sulmohet nga gjitha këto drejtime, dyshohet që Irani sulmohet edhe nga Azerbajxhani, i cili është këtu larg, dhe ka dyshime që sulmet, domethënë me dron dhe me avion nda Iranit mund vinë edhe nga Azerbajxhani dhe Turqia, dhe sikur e shikoni, Irani është i sulmuar nga gjitha këto drejtime. Tani, Irani, sigur ju mund ta kuptoni, nuk ka shanse që të fitojë kundër perandorisë zionisto-amerikane. Pse? Nga që zionisto-amerikanët kanë bomba apo armë të shkatërimit në masë. Amerikanët dhe Izraeli kanë bombën atomike, dhe nëse ata duan në një moment mund të hedhin bombën atomike dhe ta hin Iranin nga faqja e dheut. Megjithatë, në këto momente çfarë zionisto-amerikanët po bëjnë, janë duke përdorur bomba dhe armë të shkatërimit në masë, bomba prej disa tonësh, dhe janë duke rrafshuar qytetet iraniane, sikur po bëjnë me qytetet e mëdha, sikur Teherani, Karaxhi, Isfahani, ku për ju shëndiqni lajmet në Al Jazeera apo në Russia Today, megjithëse në Shqipëri shumë prej jush nuk e shikoni dot Russia Today, nga që Edi Rama me vllahun Tomi Prashëri e ka bllokuar Russia Today, por për ata që dinë domethënë mund të kenë akses të Russia Today, por çfarë po bën perandoria zioniste amerikane në këto momente është duke e goditur Iranin në mënyrë të traumatizoj popullatën, të bëj atë që bën në Irak, që quhet doktrina e shock and wave, dhe përveç kësaj, amerikanët po bëjnë atë që njihet si Dahia doktrin, apo doktrina e Dahijes. Doktrina e Dahijes është doktrinë që Izraeli ka implementuar në Liban, kur nisi luftën në vitin 2006 me Hizbullahin, ku zionistët qifut, ndërsa nuk i mundin dot muslimanët në betejë si burra, nga që janë frikacak, çfarë ata bëjnë është që kryejnë krime masive, atë që bën edhe në Gaza. Rrafshojnë qytete, lagje, vrasin burra, gra, fëmijë, pleq, në mënyrë që ti terrorizojnë muslimanët me të cilët luftojnë, që ti detyrojnë ata që të tërhiqen nga lufta, nga paniku. Kjo është ajo që po bëhet në këtë momente. Irani çfarë po bën në kundër përgjigje? Irani, duke qenë që nuk ka avion të avancuar, sikur po 35-at amerikanë, të cilët nuk kapen as nga radarët, dhe një pjesë e mirë e aviacionit e tij është bombarduar nga zionisto-amerikanët në ditët e fundit, fuqia e Iranit janë raketat ballistike dhe dronët. Irani në këto momente që ne po flasim sulmon Izraelin, ku edhe pse raketat iraniane dhe dronët nuk e bëjnë dëmin që bëjnë avionët izraelito-amerikanë, sërish Irani mundohet që të japi kundër goditje, dhe në anën tjetër, iranianët kanë goditur të gjitha bazat amerikane që janë stacionuar në regjimet kukulla arabe, që nga Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Omani,
Bahreini, Kuwaiti, Jordania dhe Iraku. Në ditët e fundit, këto regjimet arabe janë duke u ankuar pse Irani po I godet këto, por sikur ka thënë edhe Ali Larijani, që është kryetari I Këshillit të Sigurisë Kombëtare, apo sikur tha edhe presidenti Pezeshkian, arsyeja pse Irani po I godet këto vende është se këto vende strehojnë baza amerikane. Në qoftë se këto vende nuk do të pranonin që të bëheshin kolonia e Amerikës, dhe që territoret e këtyre vendeve të përdoreshin për të mbrojtur Izraelin kundër Islamit dhe Palestinës, Irani nuk do t'i godiste këto vende. Për personat që po ndjekin luftën, strategjia e këtyre ditëve që amerikanët dhe izraelitët janë munduar që të ndjekin me Iranin është që të bombardojnë lëshuesit e raketave iraniane, të bombardojnë bazat iraniane në vend, të gjejnë nga dalin dronët e tjerë, të zhysin luftanijet iraniane në det nga të cilat lëshohen në dronet, në mënyrë që të ndalonin kundër ofensivën iraniane. Megjithatë, dhe me gjithë bombardimeve masive që kanë ndodhur dhe po ndodhin kundër Iranit non-stop, iranianët po tregojnë të suksesshëm. Suksesi I iranianëve, përveç se bombardohet Tel Avivi dhe izraelitët e kalojnë shumicën e jetës së tyre nëpër bunker sikur nga që janë frikacak dhe nuk rrinë në rrugë sikur rrinë iranianët. Sukses tjetër I madh I Iranit që po ndiqet në këto momente është katrimi I kolonive zioniste në botën arabe, apo më saktë I Emirateve Arabe, I Katarit, I Kuwaitit dhe I Bahreinit, por në një farë mënyrë edhe Arabi Saudite. Tani, këto beduinate arabe që janë diktatura absolute, udhëheqësit e këtyre diktaturave beduinësh janë sjellë në pushtet nga britanikët dhe amerikanët, për mbijetesën e tyre, sidomos që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, I hapën vendet e tyre ndaj zionizmit amerikan. Sauditët, Katarasit, Emiratasit, Kuwaitianët, Bahreinasit, këto familjet diktatoriale që janë në vendet arabe, e dinë që këto nuk jetojnë dot pa mbështetjen e zionizmit amerikan. Dhe sikur deklaroi edhe presidenti Trump në maj të vitit 2025 kur vizitoi Arabinë Saudite, Emiratet Arabe dhe Katarin dhe u vuri haraç arabëve, ku I mori 4 trilion e gjysmë dollar. Ai tha shumë qartë kur mbajti fjalim në Riyadh që duhet na pagoni neve që neve t'ju mbajmë juve në pushtet, se pa ne juve nuk qëndroni dot në pushtet. Shërbimi që këto regjimet zioniste arabe I bëjnë Amerikës është një nga servilosjet dhe nënshtrimet më të mëdha në gjithë historinë e njerëzimit. Besoj se shumë prej jush e dinë që këto bazat që amerikanët kanë që nga Kuwaiti, Emiratet Arabe, Katari e të tjerë nuk paguhen nga taksa paguesit amerikan, por paguhen nga regjimet kukulla arabe. Katari për shembull, bazën Al Udeid që ka, amerikanët që janë aty, rrogat e tyre, ushqimet, qëndrimin e tjerë e paguan me lekë të veta. Dhe këto regjime arabe janë aq servile, aq të poshtra, saqë I kanë kthyer vendet e tyre në shërbim të zionizmit amerikan. Por në këto momente që Irani ka filluar të kundërpërgjigjet, shumë nga këto regjime, të cilat kanë paguar me miliarda dollar ndaj amerikanëve, po habiten se amerikanët nuk I mbrojnë ata. Sidomos në ditët e para të fillimit të luftës, kur Irani nisi sulme me raketa dhe me dron ndaj bazave amerikane, Arabia Saudite u ankthua ndaj amerikanëve, tha, ore tha, pse nuk po na mbroni neve, po ju po mbroni vetëm Izraelin. Tani, le të dalim tek strategjia e luftës së Iranit.
Irani pra në këto momente, duke qenë më inferior nga ana teknologjike dhe ushtarake ndaj perandorisë zioniste amerikane, po ndjek këtë lloj strategjie. Strategjia e parë e Iranit është që ka futur në lojë Hizbullahin në Liban dhe ka hapur front të dytë ndaj Izraelit, ku si raketat iraniane, si dronët e Hizbullahit dhe raketat e Hizbullahit janë duke goditur Izraelin në mënyrë që Izraelin e veriut ta bëjë të pa banueshëm. Strategjia e dytë e Iranit është që këto regjimet arabe të cilat punizojnë me lek perandorinë amerikane, si ndjeri jashtë loje, si do i ndjeri jashtë loje, ja t'u aseroj. Tani, gjiri persik është vendi më strategjik i botës. Nga gjiri persik ne kemi rreth 1/3 e naftës botërore që prodhohet, ose ndoshta 20%, dhe kemi 1/3 e gazit natyror i cili vjen nga Katari, por edhe Irani për të furnizuar perëndimin. Tani, kush është strategjia e Iranit? Irani, ndërsa nuk ka teknologjinë ushtarake dhe fuqinë e Amerikës, ka faktorin gjeografik. Këto vendet arabe që të eksportojnë naftën e tyre dhe t'ia shesin Azisë, por edhe perëndimit kur vjen puna për gazin, ka nevojë që të kalojnë te ky rrethi që un kam shënuar këtu, që njihet si ngushtica e Hormuzit. Të gjitha cisternat perëndimore kineze, japoneze, indiane etj. Që marrin naftën e Kuvajtit, Arabi Saudite, Bahreinit, Emirateve Arabe, kanë nevojë që të futen në gjirin persik dhe nga gjiri persik që të dalin për në detin arabik dhe më pas oqeanin indian, duhet që të kalojnë ngushticën e Hormuzit. Në këto momente, Irani e ka mbyllur ngushticën e Hormuzit. Dhe çfarë po ndodh në këto momente, sikur u tregova me atë infografikën më herët, po kemi krizë në perëndim. Çmimet e naftës po rriten, bursat po bien. Dhe rënja e bursave do të sjellë shumë shpejt rënjen e bankave. Se rënjen e bankave, duhet kuptoni miq që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë eksport të tyre për botën. Eksporti vetëm që amerikanët kanë është terrorizmi dhe armët. Ata shkojnë te këto diktaturat arabe, sikur Arabia Saudite, Katari, Bahreini dhe këtyre beduinëve arab, i shesin armë, po këto armë u shesin me qëllim që të vrasin njëri tjetrin. Pra, amerikanët përveç armëve nuk kanë ndonjë pasuri tjetër. Amerika nuk është Arabi Saudite që të prodhojë naftë dhe të shesi. Amerika nuk është sikur Kina që të prodhojë gjingla mingla edhe teknologji për njerëzimin dhe t'u shesi. Amerika nuk i ka këto. Por çfarë ka Amerika është se që nga viti 1973, kur amerikanët edhe vranë mbret Faisalin e Arabisë Saudite me agjentët e tyre saudit, Amerika ka marrë në kontroll naftën arabe. Dhe të gjithë vendet arabe, kur e prodhojnë naftën edhe gazin, detyrohen që u japin cisternave amerikane që janë në gjirin persik. Këto cisterna pastaj e shesin naftën në gjithë botën. Por tani, amerikanët i kanë imponuar arabëve dhe botës që në për bursat ndërkombëtare, kur nafta të shitet me dollar amerikan. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që fjala bie nëse un jam Arabia Saudite dhe prodhoj 100 fuqi naftë, un këtë naftën që e prodhoj nuk e shes dot me monedhë tjetër, por vetëm me monedhën amerikane. Dhe si rrjedhoj, ç'a ndodh është që ndërsa
Amerika nuk ka naftë që t'i shesi botës, nuk ka teknologji si kur Kina që t'i shesi botës, nuk ka ushqime si kur Rusia ka që i shet botës, çfarë ka copa letrash. Që unë pra, si Arabi Saudite, që ta shes naftën, t'ja shes fjala bie Shqipërisë, po e zëmë se Shqipëria nuk ka naftë, edhe pse Shqipëria ka naftë, Shqipëria do ketë nevojë për copa letrash amerikane që quhen dollar, që t'i blejnë naftën Arabi Saudite. Dhe çfarë bën Amerika në këtë rast, është që printon letra, këto letra ja jep Shqipërisë, në shkëmbim Shqipërisë i merr ushqime apo çfarë ketë Shqipëria, dhe me këto copa letrash, Amerika i thith pasurinë njerëzimit, ndërsa detyron vendet e botës që vetëm të blejnë letra nga Amerika dhe me këto letra njerëzimi blen naftën. Pra, sigur mund ta kuptoni, nëse Arabia Saudite i shet apo Irani i shet botës naftë, në rast se Kanadaja apo Rusia i shet botës grur, në rast se Kina i shet botës pajisje që prodhon, Amerika çfarë i shet botës? I shet copa letrash. E para. E dyta, amerikanët i kanë imponuar këtyre beduinëve të Arabisë që kur ata ta shesin naftën, shitblerja duhet bërë nëpër banka amerikane dhe lekët e blerjes së naftës duhet që të depozitohen nëpër bankat amerikane. Çfarë do thotë kjo gjë? Kjo gjë do thotë që Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë, të gjitha këto vende, kur shesin naftën e tyre, lekët e naftës nuk i shkojnë këtyre vendeve, po i shkojnë bankave amerikane. Bankat amerikane, sigur ju e dini, posedohen nga lobi zionist, nga izraelitët, dhe i bie që unë që jam Arabia Saudite, naftën që do ta shes, do shes për shembull 100 fuqi naftë dhe do marr $1.000 për shembull për këto fuqi, këto $1.000 nuk vijnë tek unë si Arabia Saudite, por do shkojnë në bankën e zionistëve të Amerikës. Kur ndodhi kjo kriza financiare në vitin 2008, dhe Arabia Saudite në atë kohë ishte në krizë të madhe dhe nuk arrinte që të paguante popullin e saj e shërbimet e tjera e tjera, këto diktaturat arabe me krye Arabinë Saudite i shkuan bankierëve të New Yorkut që futi i thanë që duan të marrin disa nga lekët tonë se s'kemi lek. Dhe çfarë i thanë bankierët zionistë? I thanë, harroje, lekët tuaja janë në banka, ne u japim përqindjen që u japim vit për vit, por ju nuk e prekni dot lekun që ju fitoni nga shitja e naftës. Çfarë do thotë kjo miq? Do thotë që edhe këto vendet arabe, sigur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani e të tjerë që besojnë që kanë triliona dollar nëpër bankat amerikane, në fakt po triliona nuk i kanë ata, por i kanë izraelitët, i kanë zionistët. Pra, arabët Arabi do t'ja shesin naftën Indis, India do t'i japi dollar që dollarët ja blen Amerikës, por edhe këto dollar që i shkojnë Arabit, në fakt nuk i shkojnë Arabit, po i shkojnë Izraelit, sepse ata i kontrollojnë bankat e Amerikës. Tani, kush është strategjia e Iranit në këtë luftë? Tani, Irani që e kupton se si është loja, ka vendosur që të mbylli kanalin e Hormuzit. Duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani po bën këto gjëra. Një, nuk po i lë regjimet arabe që të shesin naftë. Nga që këto regjime arabe janë ato që mbajnë me lek perandorinë amerikane. Duke mos i lënë regjimet arabe që të shesin naftë, regjimet arabe nuk do të financojnë dot këto bazat ushtarake amerikane që ata kanë në vendet e tyre. 2. Duke mos i lejuar regjimet arabe që të shesin naftë,
Irani i bën presion regjimeve arabe, ku i thotë që ju ndaloni mbështetjen për amerikanët dhe Izraelin, dëbojni bazat amerikane nga vendet tuaja nëse doni të shisni naftë. Se nëse ju doni që të shisni naftë dhe me këto lek nafte të vriten iranianët dhe palestinezët dhe ç'duket islami, ne nuk do t'u lejojmë. 3. Irani duke bllokuar kanalin e Hormuzit, po krijon një krizë botërore. Kriza botërore kush është? Është që çmimet e naftës, sikur ju e dini të gjithë, po rriten në të gjithë botën. Momentet e fundit që pash, është që një fuqi nafte kishte shkuar $95 dhe po rritet nga $70 që ishte para një jave. Rritja e naftës do të cilë rritjen e naftës dhe benzinës për gjithë njerëzimit, dhe ju miq nga Shqipëria deri në Kanada edhe Gjermani, në qoftë se përpara 8 ditësh naftën apo benzinën e blenit me 1.50 euro për shembull në Gjermani, në këto momente do ta bleni me 2 euro. Rritja e naftës ka sjell një reakcion zinxhir, sepse me naftën, me transportin është e lidhur çdo gjë. Ku rritet nafta, do rritet çmimi i bukës, do rritet çmimi i rrymës, do rritet çmimi i ushqimit, se ajo domatja apo mishi që të fjala bie nga Spanja apo nga Brazili ka nevojë për naftë. Dhe do sjellë një reakcion zinxhir i cili do të krijojë një krizë globale. 4. Duke mbyllur kanalin e Hormuzit, përveç se do krijojë një krizë globale, Irani do që të falimentojë bankierët zionistë. Duhet ta kuptoni miq që këto teknologjitë ushtarake të Amerikës, kompani që nga Amazoni, Microsofti, Raytheoni dhe këto kompanitë që nga inteligjencës artificiale deri te industritë që prodhojnë armatime që i jepen Izraelit, të gjitha këto bëhen me lek arabësh, sepse janë këta beduinët arabë, të cilët lekët e tyre që Amerika u ka marrë këtyre dhe janë nëpër bankat e çifutërisë së New Yorkut që nuk i përdorin dot, e vetmja mënyrë se si këta mund të përdorin këto para që kanë, përveç se një pjesë që e marrin për të financuar buxhetet e tyre kombëtare, është që ti investojnë në kompani amerikane. Dhe këto kompanitë e luftës që japin të gjithë teknologjinë Izraelit, që nga hardware-i deri te software-i, që janë amerikane, shareholders kanë paran e diktaturave arabe. Pra miq, kur Izraeli vret palestinezët në Gaza, vret myslimanët në Irak edhe në Siri, parat që Izraeli ka, që i merr nga Amerika, armët që Izraeli ka, që i merr nga Amerika, faktikisht janë armë të naftës së Islamit, të naftës së botës arabe. Irani çfarë po bën në këto momente? Duke mbyllur kanalin e Hormuzit, po i lë bankierët dhe bursat amerikane pa lekun e arabëve. Përveç se kjo para nuk do t'i shkojë më që të financojë kompanitë terroriste zioniste të luftës që prodhojnë armë të shkatrimit të mas, filozofia tjetër e Iranit, kush është që të shkaktoj falimentimin e bankave amerikane. Se në rast se Irani do të arrijë që ta mbajë për një muaj apo më shumë këtë lloj bllokade, do të kemi falimentimin e shumë kompanive ushtarake, të cilat kanë gjithmonë nevojë për lek që të prodhojnë armët që janë jashtëzakonisht të shtrenjta, dhe në rast se nuk do pompohen më këto kompani zioniste me lekët e vehabizmit arab, edhe këto kompani do falimentojnë dhe këto do sjellin reakcion zinxhir, nga që borxhet që këto i kanë marrë bankave amerikane nuk do të lahen, dhe kjo do të sjellë falimentimin e perandorisë amerikane. Tani, çfarë po bën Irani miq? Irani në këto momente, edhe pse është teknologjikisht
ushtarakisht, ekonomikisht inferior ndaj perandorisë zionisto-arabo-amerikane. Irani po ndjek shembullin e luftës së Hendekut, kur iraniani apo persi i famshëm Selman El Faris këshilloi profetin Muhammed. Për ata persona që kanë lexuar historinë e Islamit, kur erdhën Kurejshët që të sulmonin Mekën, dhe ata ishin superior në teknologji, por edhe në ushtri, çfarë myslimanët bën atëherë është që një iranian i mençur, Selman Al Farisi, shkon dhe këshillon profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për mënyrën se si duhet të bëhet lufta. Se ideja e profetit Muhammed, kur do vinin Kurejshët që do sulmonin Mekën, bëhet fjalë në vitin 627, Muhamedi me besimtarët e tij donte që do sulmonin Medinën, pardon. Muhamedi me besimtarët e tij donte që të dilte jashtë Medinës dhe të luftonte me qafirët Kurejsh. Por Selman El Faris, duke parë edhe superioritetin që kishte ushtria e qafirëve Kurejsh, Kurejshët ishin diku te 10.000 beduin dhe arab, ndërsa besimtarët e Medinës ishin 3.000. Selman El Faris i thot profetit Muhammed që të ide i thot për të dalë dhe të luftuar në shkretëtir me Kurejshët, e ke nga vetja, thot, apo e ke nga Allahu? Dhe profeti Muhammed i thot që unë thot e kam nga vetja. Dhe Selman El Faris, çfarë i thot profetit Muhammed, i thot që dëgjoj, thot, neve në Persi kemi një teori, thot, që kur luftojmë me armikun, thot, të ndërtojmë hendeke apo kanale. Kjo është pak a shumë harta e betejës së Hendekut, dhe mund ta shikoni që këtu është Medina, nëse e shikoni dot, dhe këtu janë trupat e Kurejshëve që do sulmonin Medinën. Dhe çfarë bën Selman El Faris? Ai e këshillon profetin Muhammed që ne të bëjmë këtë hendek në mënyrë që kur të vinë armiqt mos mundin që të na sulmojnë drejt për drejt, po të kemi një hendek dhe ne të fshihemi mbrapa hendekut, nga që në këtë mënyrë mund të fitojmë. Dhe dalim edhe tek Irani në këto momente. Irani në këto momente është duke përdorur gjeografin si faktor lufte. Ndërsa muslimanët në kohën e Selman El Farisiut përdoren hendekun apo kanalin, që hapën një kanal përreth Medinës që mos t'i lejonin Kurejshët që t'i goditnin, edhe Irani në këtë moment po përdor gjeografin. Dhe gjeografia është kanali i Hormuzit. Dhe kanali i Hormuzit është arteria që mban të gjallë perandorinë zionisto-arabo-amerikane. Duke bllokuar kanalin e Hormuzit, ndërsa Irani nuk e ka forcën goditëse që ka Amerika, Irani nuk ka bombë atomike, dhe unë mendoj që kjo është një gabim shumë i madh i Iranit. Iranët duhet të kishin prodhuar atë. Por duke qenë që Irani nuk ka bombën atomike, Irani po përdor bombën ekonomike dhe gjeografike për të përballur me perandorinë amerikane. Dhe për ju që lexoni histori, ju besoj e dini që një nga arsyet pse rusët fituan kundër Gjermanisë naziste apo edhe kundër Napoleonit ka qenë gjeografia, ka qenë klima, ka qenë përdorimi i natyrës që të favorizon kur lufton me një armik që është superior nga ty. Në luftën e dytë botërore, Gjermania kishte armatime superiore në krahasim me Bashkimin Sovjetik, por Bashkimi Sovjetik fitoi numër 1 fal krificave masive të popullit sovjetik, duke vrarë rreth 27 milion rus, dhe e dyta duke përdorur elementin gjeografik. Edhe lufta në Afganistan që bën amerikanët miq, lufta 20 vjeçare kur ata e pushtuan Afganistanin në vitin 2001, afganët e fituan fal gjeografisë. Ishin malet
ata që i ndihmuan afganët që ta mundin bishën zionisto-amerikane. Në rastin e Iranit, Irani ka këto avantazhe gjeografike. E para, Irani është vend malor dhe nëpër male iranianët kanë ndërtuar fabrika, baza ushtarake, po ata prodhojnë dhe fshehin armët e tyre dhe këta dalin nga male, godasin me raketa dhe futen prap brenda. Dy, është kanali i Hormuzit, i cili është bomba nukleare ekonomike e Iranit për perandorinë zionisto-amerikane, sepse duhet ta kuptojmë miq që perandoria zionisto-amerikane fuqinë vet e ka te paraja. Në qoftë se atyre i shkaktohet krizë, perandoria bie. Dhe duhet dim diçka që në historinë e perandorive, nga perandoria osmane, te perandoria romake, te Bashkimi Sovjetik, perandorit nuk bihen nga popujt më të vegjël nuk i mundin dot perandorit në luftë frontale, nga që perandorit kanë forcë të jashtëzakonshme. Bashkimi Sovjetik deri në momentin që u prish ishte vendi më i fuqishëm ushtarak me armë nukleare i globit, por megjithatë mujahidinët afganë mundën. Si e mundën? E mundën fal gjeografisë një dhe e dyta ekonomisë. Bashkimi Sovjetik shpenzoi me triliona rubla në Afganistan, kjo solli krizë ekonomike në vend dhe Bashkimi Sovjetik që u prish nga ekonomia, nga që keq menaxhimi që ndodhi në kohën e Gorbaçovit, çoi që qytetarët sovjetik të mos kishin ushqim që të hanin, të bënin një jetë shumë të keqe dhe ndodhi revolta e brendshme që përmbysi Bashkimin Sovjetik. Dhe e njëjta gjë i ndodhi edhe perandorisë osmane, arsye pse osmanët u shkatruan është se me ardhjen e Mahmutit të dytë dhe Abdulmexhidit far djali i tij, osmanët e lanë islamin dhe futën vendin nëpër borxhe e bankierëve zionist, dhe kjo solli shkatrimin e perandorisë, po ajo nuk financonte dot më veten, dhe kjo është që çoi në rënien e moralit, besnikërisë popullit të tjerë etj. Dhe edhe sot strategjia iraniane është kjo që ne do ta shkatrojmë ekonomikisht perandorinë amerikane dhe kështu ne do sjellim rënimin e saj, ose të paktën do detyrojmë perandorinë zioniste amerikane që të tërhiqet nga lufta dhe të na lejë qetë. Tani, gjelet për tu parë në qoftë se kjo filozofi e Iranit do të ketë sukses, amerikanët dhe izraelitë çfarë po bëjnë kundër Iranit është që po bëjnë bombardime masive, po përdorin terror të paparë njerëzor, masakra të papara kundër iranianëve në mënyrë që të thyenin ata. Nuk do të jetë çudi që Izraeli të hedhë edhe bombë nukleare kundër Iranit, në mënyrë që ta detyroj Iranin që të pranoj dispatën dhe të kapituloj. Ama nëse Irani nuk kapitulon, edhe pse amerikanët dhe izraelitët po implementojnë doktrinën e dahijes dhe po e kthejnë Teheranin në një Dresden, po rrafshojnë qytetet iraniane. Ama nëse iranianët rezistojnë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, ne miq do të shohim e para krime masive kundër njerëzimit, ku zionisto-amerikanët do të vrapin ndoshta edhe 1 milion, edhe 2 milion iranian. Mos harrojmë këtu që në Irak zionisto-amerikanët vranë 1.5 milion njerëz, dhe do shohim një holokaust të ri me popullin e Iranit. Iranianët do të vuajnë nga uria, nga shumë probleme, por në qoftë se udhëheqësia e Iranit vazhdon me këmbgulje që të vazhdoj xhihadin e saj dhe mos të kapitulojë përpara zionizmit, ne mund të shohim rënien e perandorisë amerikane, dhe nëse perandoria amerikane bie miq, edhe Izraeli do të bjerë, dhe çfarë mund të shohim? Domethënë, historia e parë e iranianëve që mund të vi në brenda, domethënë në fakt javë apo muaj, është që ne do shohim kaos në këto diktaturat arabe. Ju xha e keni parë që shumë nga këto kurvat e Dubait edhe influencer edhe çfarë janë po largohen gjithë nga Emiratet Arabe, por në qoftë se embargoja vazhdon,
Dhe këto regjimet arabe nuk marrin lek nga nafta, këto regjime kufulla që janë, që 80% e qytetarëve të Emirateve janë ekspat, janë të huaj, se janë të huaj që i mbajnë këto diktaturat arabe, nga që beduinët nuk dinë bëjnë asgjë. Do shohim largimin e këtyre ekspatëve dhe elhamdulillah do të shohim ta beduinët arab që do kthehen përsëri në kohën e deveve dhe të hurmave dhe do të jetojnë nëpër oaze. Çfarë Irani mund të ndërmarrë në ditët që vijojnë, duke qenë që amerikanët dhe izraelitët po bombardojnë objektiva civil në Iran, dje kanë bombarduar pikën atë impiantin e pastrimit të ujit në ishullin Qeshm, kanë bombarduar rafineri nafte etj etj. Në ditët që vijojnë ne mund të shohim që Irani mund të bombardojë impiante elektrike, impiantet e pastrimit të ujit në Emiratet Arabe, në Bahrein, në Katar, në Kuvajt, në Arabinë Saudite. Dhe nëse Irani e bën këtë gjë, arabët nuk do kenë më ujë, do detyrohen të ikin në shkretë të tjerë që të gjejnë oaze dhe të marrin tejemum për të falur namazin, dhe evropianët, indianët, të huaj që mbajnë këto vende që të ekzistojnë, do të largohen në masë dhe do të kthehen në vendet e tyre. Pra, ne mund të shohim në javët që vijnë një kolapsin ekonomik të këtyre beduinateve arabe. Është një video, po nuk po kam kohë që ta nxjerr këtu, që tregonte që është panik nëpër supermarketet e Emirateve, ku njerëzit po shkojnë nëpër supermarkete dhe po blejnë ushqime. Dhe duhet kuptojmë edhe gjë tjetër, sepse harrova ta përmend më herët, është që këto diktaturat arabe 80% të ushqimeve të tyre i marrin nga jashtë. Nga që në Emiratet Arabe, në Katar, në Arabi Saudite është sigur të jetosh në mirë ditë, ku ha pula gur, nuk rritet asgjë. Mishin, pataten, ujin e pishëm dhe çdo gjë tjetër, këto regjimet arabe i marrin nga bota jashtme. Dhe nëse Irani vazhdon që ta mbajë këtë embargon kanalit të Hormuzit, dhe do të shohim rrëzimin e regjimeve arabe, ku arabët që në këto momente e kanë kthyer botën e tyre sikur populli i lutit. Dubai është pak a shumë Sodoma dhe Gomorra e popullit lutit, ku është vendi i pederastëve, i prostitutave etj etj. Në nëse këto beduinat e bien, ne do t'i shohim arabët që do pendohen para Allahut dhe do t'i rikthehen Islamit. Paraja e tyre që ka bërë gjithë të fitnë botërore dhe që sponsorizon zionizmin do të bjerë, dhe kjo kolonia këtu e Izraelit, e këtyre slavëve nga Polonia, nga Ukraina, nga Rusia, nga Bielorusia, do të zhduket. Dhe kjo koloni këtu miq nuk ekziston dot pa dy gjëra. Gjëja e parë është ushtria amerikane dhe gjëja e dytë është paraja arabe. Pa paran arabe dhe mbështetjen ushtarake amerikan, sa zionistët e Izraelit, sa muzhikët e Bashkimit Sovjetik, do të largohen për në Qipro. Taksirat e Dirama ka hapur Shqipërinë, shumë do vinë dhe do na hapin belaneve në Shqipëri, edhe shumë të tjerë do kthehen në Rusi, në Ukrainë dhe në Rotosomos, nga dhe ata kanë ardhur. Kjo ishte pak a shumë një përmbledhje e asaj që unë kuptoj që është strategjia e Iranit për të mundur perandorinë zionisto-amerikane, megjithatë gjetet për të parë se çfarë do ndodhi në ditën e vijim. Nëse udhëheqësia iraniane vazhdon me këmbgulje dhe reziston dhe nuk dorëzohet, me mban kanalin e Hormuzit të mbyllur, kanali i Hormuzit është thëmbra e akidit e Islamit. Aty Islami mund të fitojë, aty mund të humbasë. Kjo është e gjitha. Faleminderit për vëmendjen. Selam aleikum wa rahmatullah.